Koha nuk paralajmëron, ajo thjesht ecën me ritme të shpejta, duke marrë me vete edhe stabilitetin social apo ekonomik, të cilin shpesh herë marrim të mirë qenë. Në vitin 2026, një tjetër konflikt në lindjen e mesme ka rikthyer në qendër të vëmendjes një të vërtet të hidhur. Sa herë që kriza shpërthen në zonat kyçe, ne e paguajmë çmimin. Tregjet reagojnë menjëherë, çmimi i karburantit rritet, energjia po ashtu, dhe efekti domino përhapet nga bursa deri tek xhepat e qytetarëve të zakonshëm. Në Shqipëri, por jo vetëm, kjo përkthehet në një realitet të prekshëm. Karburant më shtrenjtë, kosto më të larta transporti dhe një presion i shtuar në ekonominë familjare, dhe në këtë pikë makinat elektrike nuk po duken më si një luks i së ardhmes, por si nevojë dhe domosdoshmërie së tashmes. Dhe vendi ynë nuk mbetet pas. Ne jemi shumë të avancuar dhe ecim me hapin e kohës. Përgjatë gjithë bulevardit Gjergj Fishta në kryeqytet, në anësoret e gjelbërta të lumit Lana janë instaluar plot 20 pemë solare të palëvizshme, një wind tree, e thënë ndryshe një pemë ere, gjethet e së cilës rrotullohen nga era dhe prodhojnë energji elektrike, si dhe 2 smart flower, të cilat fatkeqësisht i gjejmë të mbyllura. Pse vetëm Kalifornia dhe Roskovecit këtë kështu pajisjesh? Edhe ne në Tiranë duam. Sot bota po ecën me ritme të shpejta drejt shfrytëzimit të energjisë diellore për energji elektrike, ndaj ne nuk duhet të mbetemi pas. Megjithatë, nëse bëjmë një llogari të thjeshtë të pajisjeve të vendosura anës bregut të Lanës, do të kuptojmë se janë hedhur shumë para. Një pemë solare e cila shërben kryesisht për ndriçime publike kushton minimalisht $30.000. 20 të tilla janë plot $600.000, shtuar $50.000 2 lule smart, të cilat shërbejnë për karikimin e automjeteve, dhe $50.000 një pemë ere, e cila gjithashtu shërben për ndriçim publik, dhe në total janë $700.000. Gjithçka e llogaritur me çmime minimale, pasi mund të arrijë edhe 2 fishin. Kjo pa përfshirë stacionet elektrikë që shërbejnë për karikimin e makinave, të cilat kushtojnë minimalisht $5.000 copa. Edhe si këta të fundit ka mjaftueshëm në 2 krahat e rrugës, duke nisur që nga kryqëzimi pranë shkollës Vasil Shanto deri tek pallati Meshigjeta, e në kthim përgjatë bulevardit Bajram Curi. Por kush i ka instaluar dhe a punojnë këto pajisje? Thua s'ke para asnjë që e karikon? Kanë ardhur dhe kanë ikur. Sa mund të ketë afërsisht që janë instaluar? Kanë goxham. Po nuk punojnë atë se për pallatin andejtën ai të dini. Këto karikuse këtu. Janë të lidhur me këto lulet që janë bëranës. Jo të s'ke parë në një që karikon? Mos vallë janë instalacione, thjesht për bukuri. Tjene, këto karikuset elektrik tua punojnë? Asnjë makinë s'ke parë që karikohet? Jo, edhe sa E provuvës? jo. Jo me 100% s'ka pasi makina nuk punon. Provoj vetë hiqet e shumë. Provë nëse punojnë apo jo e pas kanë bërë shumë të tjerë para nesh, e siç duket nuk kanë nxjerrë gjë në dritë. Ndaj do të ishte mirë të pyesim institucionet përkatëse. Ndoshta na iluminojnë. Lidhur me instalimin dhe funksionin e këtyre luleve inteligjente, Bashkia e Tiranës njoftoi se kërkesa i ka shkuar për kompetencë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si institucioni përgjegjës. Dhe kjo e fundit, sikur të mos ishte institucioni përgjegjës, deklaron se nuk ka informacion për numrin e luleve smart të instaluara në kryeqytet, por se ka informacion vetëm për 2 smart flower të vendosura në bulevardin Bajram Curi, në aksin nga ura e Selitës deri në shkollën Vasil Shanto, për të cilat pretendon se janë funksionale. Këto karikuse këtu. Asnjë makinë s'ke parë që karikohet? Në përgjigjen e saj, Agjencia për Eficiencën e Energjisë deklaron se një smart flower e prokuruar në vitin 2021 ka kushtuar rreth 36 milion lekë të vjetra, e kursin e atëhershëm të këmbimit do të përllogaritë rreth $35.000, plot $10.000 më shumë se sa çmimi mesatar i një lule smart. Nga ana tjetër, për të mos harruar Bashkinë e Tiranës, në përgjigjen që kjo e fundit ka marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, bëhet me dije se në asnjë rast nuk janë depozituar kërkesa për kryerje punimesh në sistemin elektronik të lejeve, dhe përrjedhoi nuk ka patur pranime për punime instalimit të strukturave në fjalë. Që do të thotë se këto pemë lule inteligjente jo vetëm që nuk punojnë, por dhe janë pa leje?